Horoskopi ditor, enjte 5 qershor 2025. Dashi. Ditë mjaft delikate do t'jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk do t'arrini dot të diskutoni qetësisht me partnerin dhe mund edhe të mërziteni. Beqarët do të bëjnë atë që ndjejnë, pa menduar për të ardhmen. Në fakt, do të jetë gjëja më e mirë. Disa mund të takojnë edhe shpirtin binjak. Në planin financiar do të keni fat me shumicë dhe gjërat do të ndryshojnë me njëherë për mirë për ju. Demi. Ditë intensive ka për të qenë kjo e sotmja për të gjitha ata që janë në një lidhje. Do të përjetoni emocione dhe kënaqësi të paimagjinueshme. Beqarët do të kenë takime pafund, por asnjë nga personat nuk do të jetë ashtu si e kanë ëndërruar. Mirë do të jetë të mos i lini mundësit ju ikin, sepse do të pendoheni. Në planin financiar do e kufizoni paksa veten, por gjendja do t'ju mbetet e qëndrueshme. Binjakët, do t'ju duhet të përkushtoheni më tepër partnerit tuaj sot dhe të lini pasdore çdo gjë tjetër. Ai ka nevojë etike për ju. Beqarët do të fillojnë aventura të këndshme dhe emocionet kanë për të qenë të jashtëzakonshme. Ja që ndonjëherë gjërat e bukura mund të ndodhin kur nuk i pret. Në planin financiar analizojini me kujdes gjërat përpara se të kryeni shpenzime. Gaforia. Jeta juaj në çift do të jetë e shkëlqyer sot. Do të ndiheni në çdo çast mirë pranë partnerit dhe kënaqësitë do të jenë të papërshkrueshme me fjalë. Her pas here do t'ju duket se jeni të vetmit në tokë që ndiheni kaq mirë. Beqarët jo vetëm që do të kenë takime, por mund të fillojnë edhe lidhje në shumë ndëruar. Sektori i financave do të jetë i kënaqshëm. Luani. Përpara se të merrni vendime, duhet të mendoheni disa herë sot ju të dashuruarit. Më mirë reflektoni dhe pa kohë në mënyrë që të mos gaboni. Beqarët do të fillojnë romanca të bukura të cilat do t'u ndryshojnë përgjithmonë të ardhmen. Gjithçka do të ndodhë në mënyrë të papritur. Me planin financiar do të jenë yjet ata që do t'ju ndihmojnë të riorganizoni situatën dhe të merrni masat e duhura. Virgjëresha. Lidhja juaj në çift do të jetë shumë e fortë sot dhe askush nuk do të mund t'ju ndajë dot. Mes jush mbizotron mirëkuptimi, toleranca dhe besimi. Beqarët nuk do duan as pak të kenë dikën mbi kokë që t'i drejtojë nga duhet të shkojnë. Do t'i refuzojnë të gjitha ftesat. Në planin financiar edhe shpenzimet do t'i bëni me plan, jo kuturu. Gjendja nuk do të ketë asnjë lloj tronditje. Peshorja. Ditë e mbushur me aktivitete do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Në çdo moment do të përjetoni kënaqësi të paimagjinueshme. Beqarët do të kenë pafund fat në dashuri dhe jeta do t'ju ndryshojë. Ndonjëherë gjërat më të bukura ndodhin kur nuk i pret. Me shpenzimet nuk duhet të tregoheni as pak impulsiv, sepse situata mund t'ju dalë tërësisht jashtë kontrollit. Akrepi. Jeta juaj në çift do të jetë shumë monotone sot. Partneri nuk do të ketë shumë kohë të lirë për të qëndruar me ju, por edhe kur të mundet do të qëndrojë në qetësi. Her pas here mund të mbylleni në vetvete. Beqarët do të kenë dashuri me shikim të parë në orët e pasdites. Të ardhura do të përmirësohen në mënyrë të menjëhershme. Nuk do të keni më vështirësi për të kryer investimet e menduara. Shigjetari, do të keni më shumë aktivitete të përbashkëta me partnerin tuaj sot dhe kjo do t'ju afrojë më tepër me njëri tjetrin. Mundohuni t'i shprehni pak më shumë edhe ndjenjat. Beqarët do të kenë vetëm disa flirtime që nuk sjellin asgjë më shumë. Buxheti do të përkeqësohet tej mase nëse nuk merrni masa sa më parë. Në rastin më të keq, kërkoni edhe ndihmë. Britsjapi. Ka rrezik të ketë fortuna të mëdha në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Shpesh do të jeni në gjendje të keqe dhe do të preferoni të qëndroni vetëm. Beqarët nuk do të jenë humorin e duhur për të joshur dhe për të ndryshuar status. Do t'ju duhet të presin edhe pak. Perspektivat financiare nuk do të jenë as pak të mira, edhe shpenzimet më të domosdoshme me zor do t'i kryeni. Ujori.
Ditë e ngrohtë do të jetë kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do të qëndroni më tepër kohë pranë partnerit tuaj dhe do të ndani çdo lloj emocioni së bashku. Beqarët nuk do të jenë të arsyeshëm dhe ka rrezik të hedhin hapa të gabuar. Të ardhurat do të kenë më tepër përmirësime nga sa ju i kishit menduar. Do të jeni më të qetë dhe do të shlyeni të gjitha borxhet. Peshqit. Problemet në çift mund edhe të përkeqësohen më shumë gjatë kësaj dite. Yjet do të jenë ata që do të ndikojnë negativisht dhe do t'ju nxisin të mos jeni tolerant. Beqarët do të bien në dashuri me një person që nuk është as pak në lartësinë e tyre. Për fat të mirë, sektori financave do të përmirësohet akoma më tepër. Do të dini sa para të shpenzoni dhe sa të hiqni më njanë.